nuk është pozicioni mirë, si që tha dhe kolegu paraprakisht, borra e zgjedhjes problemit I bie fitusit, sepse fundja dhe fitusi ka numrin më të madh të deputetëve, janë 48 sosh dhe kësaj është vërtet e palogjikshme dhe e parësyeshme se është e pamundshme në farë forme me arrit me I siguru dhe 13 numra të tjera, pastaj me arrit atë kvotën prej 61 deputetëve që të zgjidhet një kryekovendare që fundja edhe pse është një prej 3 pozitave të mëdha shtetërore në finale ka një rol të një spikeri apo spikere të udhëhecit të kuvendit që duhet jetë edhe rol unifikues realisht edhe dikush që në një farë forme është I përshtatshëm për të gjithë dhe kësaj si duket ish kryeministri në detyrë apo deputeti Albin Kurti tashmë në një farë forme po e provokon situatën duke vendos një propozim I cili nuk po e merr dritën e gjelbër nga shumica e deputetëve. Unë e shoh ashtu dhe duke mos e zhvendos atë për ta vendosur një propozim tjetër, ai po e provokon situatën dhe po bëhet vërtet çesharake që nesër të kemi tentativa në 20 dhe çdo 4 tetor të ketë. E pse mos tjetë Albin Haxhiu kryetari I kuvendit? Po ta shumë po flas në kuptimin e reagimeve të secilës parti. Ajo e ka një përvojë të gjatë në politikë, por të cilën nuk e ka përkthyer në një lloj bashkëpunimi me partitë, ka qenë më shumë destructive ashtu pak më agresive, jo e përshtatshme ose jo të unifikuese, është figurë nuk mund të jetë e tillë në farë forme, por të jetë më e parafruar me gjitha partitë sepse kuvendi pastaj funksionon në një formë tjetër dhe nuk është që vendos një themi antar partijake kështu me radhë, por që të jetë unifikues me të gjithë dhe të ketë një rol që balancon qoftë diskutimin në kuvend edhe çështjet e tjera. Unë mendoj që është e qëllimshme sepse po e shohim tentativat janë të tepruara dhe kësaj nëse vazhdohet kështu është e pamundshme me gjetë zgjidhja. Sa kam dëgjuar diku në një interpretim diku deri me 15 qershor mund të jetë tentativa e fundit dhe pasoj rrjedhimisht shkojmë në zgjedhje. Duke pa që jam betonuar gjitha partitë në kuptimin e mosbashkëpunimit, sipas gjitha gjasave do të ketë zgjedhje, vetëse mund të ndodhë ndoshta ndonjë ndërhyrje nga jashtë që pastaj të arrijë ndonjë akord. Por siç e tha ambasadori gjerman sot dhe kemi vendosur një rekord të ri botëror, por për të keq, për të mos arritur me zgjedh një kryekovendar ose kryekovendare. Po kthehemi te ky pjesa